po ju tregoj edhe se çfarë përdorëm për fytyrën time. Përdor këtë kremin për syt. Unë doja një krem për radhët e zinj të syve. Dhe më sugjeruan këtë kremin me vitaminë C. Pa disa muaj që e kam marrë që kur erdha në Shqipëri, duke qenë se gjatë verës u superlodha shumë dhe kisha fjetur pak gjumë, rrethimi të zinj të syve u bën akoma më të zinj se çan zakonisht. Ko përdor edhe këtë kremin me ekstrakt kremilli. Këtë zakonisht e përdor edhe ditën, edhe në darkë, pas dushit. Lyej pak edhe këtë pjesën e dekoltes, sepse ajo çfarë ne bëjmë zakonisht është të lyejmë fytyrën dhe harrojmë këtë pjesën. Që kur të plakemi, do duket kështu si me rrudha. Gjë dhe plakën nuk e ndalon dot njeria as këto produktet. Kam edhe një produkt tjetër që doja t'tregoj. Përdor edhe këtë retinalin. Duke qenë se unë jam në my mid-20s, ka ardhur koha që të filloj dhe unë retinalin që të minimizoj këto vijat e para të imikave të fytyrës. Dhe aplikoj shumë pak nga ky. Me pak fjalë, rutina ime përbëhet vetëm nga këto produktet. Kam këto të dyja. Nëse përdor këtë, nuk përdor këtë, pasi nuk kombinohen bashk. Rutinës ime do ishte edhe diçka tjetër. Kam marrë një PR package nga Glowy Skin. Nuk e di a do ta hap tani se po përtoj me të drejtën. Unë e di se çfarë ka. Por do ua tregoj nesër dhe do vesh bijamat edhe do dalim jashtë. Se nëse keni kuptuar deri tani, unë jam një njeri që ka shumë qejf të ri jashtë, dhe s'ka fare qejf të ri brenda mureve të shtëpisë. Prova t'ju tregoj këtë anti-djersën e re që kam marrë nga Dove Whole Body Deo. Me të drejtën unë kam përdorur vetëm aty ku ne përdorim zakonisht anti-djersat. Aron e ka të mirë. You know what? Ta përdor këtu te pas gjunjve. Interesante. Se ajo është zakonisht një ndër vendet që unë djersita pas gjurit. Ky çaj është i përshtatshëm për gjumin. Domethënë supozohet ta pish para gjumit dhe të ndihmon me nervat. Jo nervat në kuptimin e parë të fjalës, po supozohet të ndihmoj që të bësh një gjumë më të mirë. Dhe hidhet kjo pakoja me 150 ml ujë dhe më pas duhet ta lësh të mbuluar 10 deri në 15 minuta. Dhe për ata që duan ta dinë, është ky këtu. Dhe do e pi para gjumit. Kam marrë bllokun tim të manifestimeve, dhe jo vetëm, në fakt këtu bëj plane për content, shkruaj dëshirat e mia shumë shpesh, edhe ndjesit. Kështu që plani për tani është shkruajmë. Sa bukur që është Ana, por akoma nuk është e plot. Nesër. It's a good time to manifest, by the way. Pretty, right? Mora edhe çajin. Tani është gati. Gjatë ditës hapëm kosheret e bletëve për të grumbulluar mjaltin që kishim bërë deri në fund të korrikut. Është vërtet magjike se si krijesa kaq të vogla përgatisin diçka kaq të çmuar si mjalti. Unë mbarova manifestimin për sonte. Edhe me të soku mor. Hajde. Ku je më çak? Prindrit e partnerit tim, më saktë vjerrit e mi, e çuditshme që u bëra domosdoshmë për të thënë për të patur vjerr, nejse. Ata kanë një dyti që po marrin mjalt nga kosheret e bletëve dhe sot morën po prap. Edhe kisha shansin që isha këtu edhe ta provoja direkt atë hojzën, që është si çunçakis, shumë i mirë. Futa pak edhe të ky çaj. So happy. Ndërkohë, unë kam mbaruar pjesën time të manifestimit. Edhe
Sot e shijova çik më shumë, se jam duke shkuetur në natyrë, ndërkohë Maçoku është çmendur. Shikoni pa hipur. Gjithmonë me prindrit në periudhën e verës dilim jashtë dhe hanim darkat jashtë në balkon. Ndonjëherë edhe drekat kur nuk ishte shumë vap, edhe më mungon shumë ajo kohë. Dhe me qara fjala, ju sugjeroj edhe juve goca që të shkruani sa të mundeni. Nuk është atë që të shkruash për ditë, se as unë nuk e bëj këtë gjë për ditë. Por shkruaj kur je mërzitur, shkruaj kur ke shumë mendime në kokë dhe do t'i japësh një zgjidhje apo nuk të sort your thoughts, të rendisësh mendimet e tua. Merr një blok, nuk është thënë tjetë i bukur. Ky blok që kam unë është shumë i thjeshtë. Megjithëse ka këto floral design që mua më pëlqen shumë. Dil diku, shkon në një kafe ose në dhomën tënde, dhe thjesht shkruaj disa rreshta. Në çështë që ka ardhur deri në këtë pikë të videos, të me të këto emoji këtu. Edhe së bashku do shihemi nesër. Ju thashë sot do hapnim të PR package nga Glowy Skin. Tada! Ky është kremi i diellit. Ndërsa ky është vaj pastrimi për kremin e diellit. Dhe ky është gjithashtu për të pastruar kremin e diellit, është hapi i dytë, Soothing Cleansing Foam. Sa lodhur duket fytyra ime, by the way. Fakt, këtë ditë jam lodhur super shumë. Sepse ne jemi duke rinovuar shtëpinë time të fëmijërisë. Ose shtëpinë e prindërve. Ja. Duke qenë se prindërit e mi nuk jetojnë në Shqipëri për momentin, jemi vetëm unë dhe motra ime dhe të gjithë këtë procesin duhet ta merrnim në përsipër. Të vërtetë nuk është se duhet ta merrnim ne, se mamit dhe papit na sugjeruan që ta shtynim edhe pak, po ne kishim shumë qef, edhe we were like, jo, do e marr përsipër, se nuk është ndonjë punë shumë e madhe. Fundja nuk është se do punojmë ne aty, po thjesht do supervizojmë punëtorët. Well, little did I know që në fakt është një punë super e lodhshme, edhe stresuese, e sidomos në Shqipëri që tani është bërë super e vështirë të gjesh punëtor. Dhe kjo është pjesa më stresuese, që të akordosh të gjithë punëtorët me njëri tjetrin, se kur duhet filloj njëri, kur duhet filloj tjetri, thonë që do vinë dhe nuk vinë, më pas kur vinë ti duhet jesh aty tërë kohën, të bësh sikur merr vesh, po në fakt nuk merr vesh asgjë. Dhe ja, këto ditë kanë qenë vërtet shumë stresuese. Në fakt, i gjithë ky muaj, jemi tërkohën duke zhvendosur gjëra, duke paketuar, duke hedhur gjëra, dhe unë kam qenë hands on bashkë me motrën time në këtë proces. Kështu që goca po shumë, nëse prindrit ju thonë që pita dhe pak, që t'jemi dhe ne aty dhe mos i filloni rinovimin vetë, se është më vështirë se ti mendon, dëgjoj ani fjalën. Por megjithatë jam shumë e lumtur që jemi duke bërë këtë gjë. Vetëm këtë vit jam kthyer duke jetuar në shtëpi, afaqgjatë flas. Edhe jam shumë e lumtur që jemi duke bërë disa ndryshime të vogla, jo shumë të mëdha, ç'është e vërteta. Edhe gjithë këtë periudhë kam qenë herë këtej, herë andej. Jam duke u bërë gati shpejt e shpejt. Do bëj ndonjë gjë të madhe. Edhe do të iki.
Të rushin këtu e ka bërë gjyshi. Dhe kur ishim fëmijë ishte vendi jon i preferuar. Po që ai nuk na lejonte të futeshim shumë shpesh këtu. Bisma. Po rinë obor ndërkohë që pronta po bën punime se s'kam ku tri. Nuk duhet të riputarve në përkëmb. Si ato carrots. Që kam marrë iPadin edhe do editoj. Më qoku im është mitësuar shumë me një kotele kaq sa plëmbadorës. Më duket e ka bërësuar se rritë kohën me të, kujdesi për të, je pushim, e mga ushimi vetë. E lëpin. Hemoj më qoke. Shka se ke kokra poshtë. Se më bërta mamë. Punëtorët sapo kanë ikur, ishin ata që më marrën me muret, hidrauliku, edhe një që do bëj mobilën e re të kuzhinës. Tani sapo kanë ikur të gjithë, do ikje edhe unë, po thash t'ju tregoja pak se si është gjendja. Dhe siç vëllazheni është super rromuj, pis, vap, unë sot kam super vuajtur se as nuk doja t'i rrija punëtorëve shumë nëpër këmbë edhe u mundoha të rrija nëpër shtëpi, siç e pat ato klipet isha në obor, po merresha me ndonjë punë time, po vapa ndjersa kështu. Shikoni si janë gjërat. Kështu që është boshatisur dhe mbuluar. Do vim prap nesër, edhe çdo ditë, do lodhem pak, po që më mirë mos tankohem dhe t'rregoj mirënjohëse. Që po e bëjmë këtë gjë tani. Tani sufleja po shkon në furrë. Hello. Sot është një tjetër ditë. Unë tani do bëhem gati të filmoj një video për juve këtu në YouTube. Dhe më do të bëjë një video për PR package. Kështu që këtë gjë do bëjmë sot. Jam e dehidratuar. Por jam shumë i lumtur që mbarova këtë video. Edhe do më duhet të bëj atë tjetrën që pastaj t'jem i qetë. O gushe vogël ti.